kur betohet, tash si t'ju drejtohemi? Jeni apo si jeni ende deputet? Ne jemi deputet, ajo që nuk është funksionalizu është kuvendi. Edhe kjo falë një opozitit papërgjeshme, e cila një procedur standarde të demokratike, të çdo shteti ku është një procedurë thjesht ku vetë deputetët e njohin rezultatin e KQZ-s, ku e votojnë një raport për personat e cilët kanë fitu atë mandat, edhe votohet ajo dhe fillojnë hapat e më të tjeshtë për konstituimit kuvendit. Si duket, opozita me një entuziazm kështu teprum që ta bëjmë opozitarizmin, si duket bën gabimin hapa, sepse shteti nuk blokohet në atë mënyrë, duke bë kërkesa më absurde të cilat nuk i njeh asnjë shtet demokratik, për atë sa i njohemi ne sistemet demokratike dhe sistemet politike, që Kosova mos ketë fare kryeministër, të ketë do njerëz apo sekretar apo nuk e di si po e mendojnë ata që të udhëheqet shteti, dhe kërkohet që të mos certifikohen apo mos t'japin betim personat në detyrë, të cilët janë, sepse kjo është një hapësirë e vogël derisa të konstituohet kuvendi dhe të fillon kuvendi. Ne secili e din dhe secili e beson dhe secili e kupton që nuk kanë me votu ministrat në asnjë ligj, në asnjë procedurë, asnjë nen apo diçka që bien ndesh mes kompetenca. Po është një moment kur derisa të konstituohet apo të zgjidhet qeveria, ne duhet ta kemi, me thonë, disa deputet, sepse tash janë deputet të cilët do ta kryjnë edhe detyrën e kujdestarit në organet të cilat kanë udhëheqë. Ne kemi pas nuk kemi shtet tash për herë të parë që po na ndodh kjo, por mos flasim për shtete tjera që kanë me 200 vjet shtet, po edhe në të kaluamën kemi pas kryeministra të dorëhequr, pastaj kemi pas kryeministra të shpallur antikushtetues, siç ka qenë qeveria e Abdullah Hotit, edhe atëherë kur gjykata kushtetuese e ka shpallë si të palegjshëm apo antikushtetues, ai ka vazhduar të çndrojë derisa ka ardhur momenti m'ia dorëzu Albin Kurtit në atë kohë në vitin 2021 qeverinë. Prandaj mendoj që kjo është e panevojshme, ne e di që i kemi shkaktuar ndoshta shqetësim të panevojshëm të qytetarëve të Kosovës, po jemi të qartë sepse janë duke mundu njerëz të ndryshëm, duke mundu ajo armata e gazetarëve hibrid, shoqëri civile të disa shoqëri civile, të cilët janë duke mundu për ta shtremruar faktet, por e vërteta është që ne nuk jemi duke blloku kuvendin, ne jemi të interesuar për të vazhduar me procedurat demokratike, ne nuk kemi frikë nga numrat, sepse i kemi numrat, dhe për këto, si duket, ata edhe nuk po na lejojnë me kalun këtë fazë, po ne jemi të bindur që i kemi numrat dhe do të vazhdojmë me konstituimin e kuvendit dhe hapave tjerë demokratik. Mirë, po pse pra sot nuk u hapën votim? Me që i keni numrat, jeni sigurt që... Nuk u hapën votim, sepse ata nuk deshën kurfar kompromisi. Kanë ardhur mbledhje, edhe kanë ardhur mbledhje dhe kanë ardhur për me prish mbledhjen. Faktikisht ish kolegët e mi nga Lidha Demokratike, të cilët në atë mbledhje kanë thonë që ju nuk keni kompetencë na theni asgjë dhe kanë dalë nga mbledhja. Në konferenca për shtyp deklaruan diçka tjetër, që ishin të gatshëm të vazhdohej, nuk janë të interesuar për gjetur kompromis, sepse aty ne jemi gatshëm për me gjetë kompromis dhe kompromiset ekzistojnë, por ta kemi parasysh. Gjithmonë seancat, për atë se jam mandatin e 4 duke fillu, seancat vazhdohet aty ku kanë fillu dhe ku ndërprehen. Tash, kuvendi nuk ka marrë vendim për këtë çështje. E ka marrë një vendim, e ka rrëzu këtë çështje. Ky është një problem. Do të thënë, nuk është që s'ka pas, ju e mbani mend kur nuk mundshim të votonim këto marrëdhënie ndërkombëtare, nuk kishin forum, por nuk urxojshin edhe vishin në seancën tjetër. Më thonë, këtu është votu, është rrëzu. Dhe hynë loj rregulla tjera, rregulloria çfarë parasheh kur rrëzohet? A parasheh situatë të njëjtë sikur në seancën
e parë, konstituive, vlen rregullat e njëjta, si për seancën e parë, si për seanca tjera. Dhe rregulloret, më thonë, me të drejtë nuk e përcaktojnë në mënyrë detajzume çdo hap, sepse janë disa gjëra të paparashikueshme, janë do gjëra dhe të pa imagjinueshme. Nuk mundesh, nuk kena mujt as na me imagjinu, bile disa deputet edhe nuk kanë qenë sallë të mendu që kjo është një procedurë formale, sikur kur e formum atë komisionin dhe votum krejt deputetët, edhe disa deputet pakica kanë qenë në një sallë duke bisedu për do çështje tjera, edhe momentin kur kanë hyrë ndodhi ai votim, sepse as ne nuk e kena besu dhe nuk e kena imagjinu. E qartë, sa do formale tani po del tjetë shumë këtë moment. Ne kemi prit që ata nuk do të votojnë krijimin e institucioneve tjera, ndoshta kryetarit apo të nënkryetarëve. Po kush e shndroi këtë akt formal në diçka kruciale, të pakalueshme? Sot ata thanë që ishin të gatshëm për votim, por nuk e hodhi në votim kryesuesi. Nuk kanë qenë gatshëm për votim, nuk kanë qenë gatshëm për marrëveshje. Normalisht ju mund është botërisht po interpretoj atë çfarë kemi dëgjuar dhe është shumë e qartë edhe para opinionit, vetëm nëse i kthejmë seancën e kalume, aty e shihni kush ka votu pro. Domethënë, ne kemi votu pro për mandatet tona. Opozita nuk ka votu për mandatet e tyre. Edhe në këtë drejtim opozita po thotë nëse i keni votat, votojeni vetë. Kërkon një shumicë thjesht, nuk e kërkon normalisht që kjo çështje është edhe pjesë e kuvendit. Thash, në seancën e parë, kur e kanë rëzu këto, ne nuk i kemi pas numrat të gjitha në sallë. Jo për arsye që nuk i kemi numër, por për arsye se as nuk i kemi pritë. Kjo ka qenë befasi edhe për neve. Kjo është jashtë imagjinatës politike dhe të veprurit politik që ti mos me votu këto. Ka mundësin ta konstituojmë kuvendin, opozita ka me pas shancat me bon opozitarizëm. Po si duket e kanë marrë atë entuziazmin që na duhet bëjmë çdo gjë që ta rrëzojmë Albinin, apo nuk e di ku e kanë atë mlefin kaq të madh, po si duket pak duke vrapu nga një gulqim opozitar, shpesh janë të bë gabime në hapa dhe janë duke bloku shtetin. Dhe këto qytetarët nuk duhet m'ia falë këtyne, sepse këta janë duke bloku shtetin. Dhe nëse ne mendojmë që këta mund ta bllokojnë shtetin, mund ta bllokojnë qeverinë, mund ta bllokojnë kuvendin, e kanë gabim. Sepse ky shtet ka zot shtëpie. Këtë rast, zot shtëpie është Albin Kurti dhe ka me vazhdu qeveria ti, ndërsa këta nuk munden me shpall një kryeministër legjitim, i cili kam kry mandatin e plot, mi thonë, shko tash dorëzoje ti qelësat e këtij shteti të dikush tjetër që do të vim edhe te pjesë. Ai person i cili ne duhet t'ia dorëzojmë shtetin. Ndoshta mund ndodhë që nuk do të jetë Albin Kurti, kryeministri Arshëm. Po Albin Kurti duhet me prit kryeministrin Arshëm në zyrën e tij dhe duhet me kry konform ligjit, të cilët i parasheh kryeministrat në detyrë, cilat janë kompetencat e tyre. Do të vim te ajo pjesë të kërkesës